40 herë të dua është libri më i ri i autores Uarda Albonesa. Ky libër veçantë përmban letra reale dashurie të shkruara përgjatë një harku kohor nga viti 1972 deri në vitin 2026, në një atmosferë të ngrohtë dhe me praninë e kolegëve dhe artëdashësve. Promovimi u zhderrua në një bashkëbisedim mbi frymëzimin që fshihet pas këtij titulli intrigues. Titulli 40 herë të dua nuk erdhi rastisht. Tregon shumë mirë për majtjen e këtij libri. Brenda librit janë 40 letra të vërteta dashurie të njerëzve të zakonshëm, të cilët i kanë thënë të dua një burri ose një gruaje. Kështu që unë mendoj që është një ide shumë e bukur, është libri i parë në Shqipëni i këtij lloji, nuk ka një libër që ka përmbledh deri më sot në gjuhën shqipe pjesë të letrave të dashurisë dhe dedikimit ndaj saj. Kështu që unë uroj shumë që të lexohet sepse realisht ja vlen, sepse në çdo letër është një rrëfim shumë personal edhe shumë i vërtetë. Për sa i përket planeve të ardhshme, por planet të ardhshme janë që unë të vij me një roman herën tjetër, i cili e di që do jetë një projekt që do më marrë më shumë kohë, por tashmë unë subjektin e romanit e kam qartë në kokë dhe jam e bindur që dhe uroj në fakt se bindjen, po uroj shumë që të sjalli një punim të mirë për të vlerësuar të gjithë artdashësit dhe gjithë ata që e kanë dashur shumë poezinë time dhe besoj që do dojnë edhe kur unë të vi në formën e romanit. Libri 40 herë të dua tashmë ka nisur rrugtimin drejt lexuesit, duke premtuar të mbetet gjatë në mendjen e gjithsecilit që do të shfletojë në faqet e tij.